Në rastin e ndërtesës së Qabës, i tillë ishte Ibrahimi, ky mjeshtri kryesor, ndërkaq ndihmësi ishte djali i tij Ismaili. Në atë rast i kërkon një gur, thotë ta vendosi këtu një gur. E sjell Ismaili një gur dhe Ibrahimi e sheh dhe nuk i pëlqen. E largon atë. Thotë shko, ma sjell një tjetër. Thuhet se kjo mund të ndodhë disa herë, nuk i ka pëlqyer as tjetri, thuhet se ka qenë vetëm një herë. Dhe derisa Ismaili po gjurmonte, po ulumtonte një gur tjetër që mund t'ja mbush syrin babës së tij, më vonë shkon dhe ja çon një guri tjetër, kur aty e sheh se ai veç kishte vendosur një guri. Ismaili e pyeti, tha, po ti tash pas ke vendosur një guri, tha, po, tha, kam vendosur një guri, këtë masolli Gjibrili. Një guri që kishte ardhur nga xheneti, i njoftun sot me emrin guri i zi, që në fillim ishte i bardh, i sjellur nga xheneti që të jetë një shenjë që kjo shtëpi vërtet është urdhër i Allahut, i mbështetur nga Allahu xhalla xhelaluhu, dhe nuk është hamendje ose ëndër e një njeriu që të bënte ai një ndërtim të vetin dhe të lënte një gjurmë vetëm se të thuhet unë e bëra këtë. Masa të ndryshme ishin ato që Ibrahimit a.s. i thanë të kuptoj se ku do të ndërton të Qabën. Disa thuhet se ishin vranësirat të cilat folën dhe qarkullojnë aty dhe thonin se ndërnet të ndërtohet Qabja e kështu me radhë, pra ishte edhe komunikimi me Gjibrilin. Gjibrilin në atë rast i dha një gur, të cilin gur e kemi nga xheneti. Sot e kësaj dite, aty kur fillohet tavafi, fillohet nga ai vend, nga ai gur që është e preferueshme të shkohet dhe të puthet ai gur. Të puthet ai gur sepse ashtu, pasi është guri i xhenetit, e bëri atë veprim edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për të ikur dilemës së adhurimit të gurve, Omeri radiallahu anhu, i cili kishte dalë nga shoqëria politeiste, në një moment, pra pasi kishte vdekë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, tha këtë fjalinë e famshme të tij, o gur, unë e di që ti nuk sjell as dëm as dobi, por mos ta kisha pa të dërguarin që të puthte, unë nuk do të kisha puthur asnjëherë. Pra i bie se unë e respektoj traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam.